Selam aleikum e mbrëma. Të dashur të nderuar shikues e dëgjues të RTV Pendimit dhe mirë se takohemi edhe këtë të premte në emisionin tonë të radhës Fundjavë me Prof, me mua moderator e autor i këtij emisioni dhe me mysafirin e radhës. Një mysafir i cili ka profesione të ndryshme, të qefit të zorit, por që ka një jetë të bujshme, hiç më pak se 40 vite në gurbet. Një jetë pothuajse më shumë gurbet se sa në vendlindje. Një jetë kjo e mbushur me plot sprova, me plot sfida, me plot peripeti. Një jetë kjo e cila ka bërë që ndoshta i ri në moshë, por të plakët e të thinjet si rezultat i jetës së ngarkuar. Për këtë bëhet fjalë, unë kam ndjenjën dhe kasi që sonte në emision të kem Ramadan Isenin nga Pograxha e Xhenarit. Kurbeçar, mirë se na erdhën, nderoj. Mirë se gjitha, përshëndetje edhe juve. Nderuar të kemi në emision, nderuar të ndajmë bashkë përvojën e një jeteje jo të lehtë gurbet. Nis në Zvicër, përfundon në Gjermani në një moshë jashtëzakonisht të re. A na fol pak për këtë? Vërtet është. Qysh në vitet të 80, domethënë të 87-ën, kam kaluar në Zvicër si punëtor. Atë në atë kohë kemi shkuar prej ekonomisë, që mi kemi pas pak kushtet ekonomike. Si ja këtu punësimi si gjithë. Bas vitëv 90-ta, me atleta për më shkueshtar, nuk jo lemrova atë ftesës për ushtar dhe ika në Gjermani, ku aty edhe i fitova drejtat e jetesës dhe vazhdova të jetoj në Gjermani prej vitet 90-91. 17-18 vjet plota si ke pas kur ke marrë udhë të gurbetit. Ashtu Si u morë ky vendim përveç ftesës për ushtri, ekonomia? Po, si gjithë të rritë, kryva shkollën e mesme, aty në fshatin Pograxh, dhe më përsu s'kishmi... Pa mundësi, për perspektivit, s'kishmi, kështu, më thonë një farë... Tarme, për se dhe kalova në Zvicër. Kalova në Zvicër. Po, aty... Që shkollën, bardhën, zezën, apo... Atë i ka qenë letë, por kemi pas me pasaportat Jugosllavisë, kishmi drejt dhe gjojshmi punë, si sezonier, me garancion në më josh, punojshmi, ktheshmi dimnit, verës punojshmi dimnit, ktheshmi 3 muaj në shtëpi, prapë për tjetën vit, vazhdojshmi garancionin, e kështu me radhë. Në gurbet ke kryo edhe për hoteleri, ke kryo edhe për mjeshtër. Ku e gjetë vetën, për sa kohë? Pa i... Vetëm të vanë në Zvicër, po shumë pak në hoteleri, kurse këtu në Gjermani, për vitën 91 e deri tash, kom punuar si mjeshtër i nxemjeve qendrore. E ushtrani këtë profesion ende? Po. E ushtrani? Po. Film tuaj, apo në film Jo, në një film kështu një Gjermanit, po jam si kryepunëtor aty dhe heqi një grup punëtorëve. Si u pritën në Zvicër? Prej vendasve, prej atakove shqiptare atje, tu gjetë dikush, si huaj, si pritash shqiptarët e Jugosllavisë atëherë? Sa kishin një horizont që shqiptarët po ikishin për ekonomi, por edhe jo pak për nesh për politikë. Si ke kjo? Sa për Zvicranëve, ata kam pas këtë të njërë, këta popullin shqiptar apo sistemi Jugoslavët. Një konë punëtor, një konë gjithë shumë mirë, kurse kam pas një pjesë familjes atje, motrën edhe vllahun. Okej. Lehtësim kjo për ju? Kam pas një farë lehtësime aty për më inkuadru në punë edhe një jetën shoqërore në Zvicër. Sa gjatë jetën në Zvicër, pse u morë vendimi me shku në Gjermani, kjo them kështu? Po, pasi kalimi vitet 90-ta, i dyra fati pasaportës, kisha drejt rrugtimi ma. Ma u kthyi mes më guxu, jo? Jo. I përndjekur? Po, është leta për ushtar, tani nuk vendosa për me shku edhe vendosa të kalojnë në apet në Zvicër. Në Zvicër nuk mujta me dalë, kalova në Gjermani dhe aty e formova jetën time deri sot. Pse që përgjigje ftesës për ushtri? Cila është arsyeja situata? Po vitin 90-ta kur u ktheva prej Zvicrës për në Kosovë, ishme me kërë me vllahun Skënder Isenin, në Sloveni u mbyllën kufit. Gjendje luftës. Gjendje lufte. Edhe vdesh më kthi për Hungari, Horgoshin e Sodit dhe Serbisë, më renëm në Gjelan, Pograxh. Aty ku jera mbas 2 ditë na ftesa për një përgjigj. Shërbimit ushtarak. Shërbimit ushtarak të Jugosllavisë. S'kisha ga më gjë. Ose ushtar, ose
ka Melshuvendin. Dy zgjidhje ishin. E zgjidhen më të mirën e zgjova me ikë, si gërbeqara, po si emigrant. Ushtarët, në përgjithësi shqiptarët nuk kishin mirë pritur, kudo në Jugosllavi, as më pak si ushtarë, ne dim që ushtarët vriteshin më në ushtarët shqiptarë. Në vetën, kur morën ftesën, ishte të them janari kështu, po në të rritën veç krisi luftarë në Bosnjë. Në vetën fillojnë Kriza vërtet. Kriza në të njëtën krisin luftarë në Kroacia dhe në Bosnjë dhe veç e bonit vetën në atë kohë. Domethënë për çështje politike tani po del emigrimi në kuptimin një pjesë po. Themi këto, një pjesë po. Kurse më herët çështje ekonomike. Në për Gjermani, u vendosët në një vend dikun, u dosh ndryshonit vend, kërkonit punë. Isha në München, në Republikën e Bayernit, kryeqytetin Münchenin, ku aty u vendosa për një kohë të shkurt, sa morën transferin dhe kalum në një qytet në Oberpfalz të Gjermanisë, Kamthirët, trekonqen e Gjermanisë, Çeki, Austri dhe Gjermani. Aty prej vitit 92 më duket, dhe 92-ës u vendosa dhe me tutje jetë aty. Aty je. Po. Si është përgjithësi para se të vazhdojmë tutje, kur ti vjen te ajo periudha kur krijon familje dhe je babi 3 fëmijëve dhe je bo gjyshe dhe po deri te kjo pjesa tash si e përjetove, si jetove jetën e gurbeçarit. Po aty me sfida më disa të mira, disa të këqija si më i fillova të punoj një punë aty te një Gjerman, si profesion kishin kulmet, ata rregulleshin kulmet, kur magjia, po lartus, si dhe mishit. Aty bona një 15 vite punë. 15 vite? Po. Ku kalu shumë mirë, do më një firmë korrekte, firmë e mirë. Ta në vitin 1992 në fund, 93, njofta shoqën time atë gruën. Ta artikimit, po. Në Gjermani, në Bosnjë, timin e parë. Dhe filloj më jeta ndryshe tash. Jeta ndryshe. Në 95-ën u martun dhe në familje, në 94-ën lindi fëmia i parë, vajza e parë, në 96-ën djali, në 97-ën vajza e tretë. Dhe formim kështu një familje aty. Çfarë ndryshoi? Te jeta e vetë si gurbeçar, nga një beçar tash një familjar dhe vetë rrethime sa. Ndryshoi shumë ndryshoi. Domthonë se në të kalun këtë pjesën familjare. Pak më seriozisht. Nuk ishte puna i vetëm, se më se kisha une mundësi unë më shaka në familjes Kosovë, po ato mundësit e mija që i këm pas. Sigurisht po. Po, ta në kur bona familjen të në ta deshtë në një pjesë. Me nda dhe për. Me nda për familjen. Me nda për atje. Edhe kështu. Ta në të mba me disa sporte edhe atje, pak me disa sporte të angazhu. Je dhe refer. Po, në vitin 2005, ku bo licencën për refer, arbitër aty, për klasë të vërta në... Ka të lindi kjo ide, kjo nevoj, kjo... Ishte djallish me të e vërtet djallish ishte të se djalli me 4 vjetë 5 filloj me futbol më marë, kështu në shpe. Në më në kishke shumë pasja në futbolin. Sa shkesha me ble diçka topa, Amerika me ble të shpia vetëm me top, edhe fillova me to më është pak, edhe e regjistrova... Që talentit ti si baba e ti, apo? Pastaj? E mora dhe regjistrova në klub të aty të Kamit në qytetin Kam. Kishke në ngjes në trenerëve të Fatosa të vogël aty. Edhe pyta të thash, a ka mundësi thash në thash më angazhu pak. Po ma më pretëm në gjithë qef, se edhe isha edhe me blisha top aty për atë qytetin. I njërë të pak, për ty i njërëtën. Edhe anë të fillova pak, u marrë me si sportet futbollit. Ta në lindi ideja më bu refer. Kisha kështu qef. Kishe qef. Po, dhe shkova kriva disa kurse, disa shkolla aty që... Në vend lindje e marrë me futbol? Po, edhe në këtu po me shkolla, ma tepër. Ka dhe shkolla? Po, dhe shkolla, po... Edhe të klubi futbolistik Liria Pugraja, këm pas qef më registruar me dujt, po s'mriti koha. S'mriti koha. Më deshtë me largu e me ikë.
jeta e fëmijëve si është atje, u përshtatësh me të kuptimit që veç kinder atje. Masi lundën atje, për më thonë shkrytu shkollat atje, punësimi atje, realiteti është vetë që edhe atje ju kanë... Gati 40 vite, për do mujë time 40 vite. Vajza madhe, nënë martuar tash në 2 fëmijëve, vajza tretin tash, tretin. Si është jeta e gjyshit tashmë? Pa si gjysh, e një vetën shumë atë kënaqën se kur vim për shkollës mesa dhe nipi, domethënë po shkojmë të gjyshi, thonë. Tjetër status, ha? Po. Mami vetë thotë, "Eni të shtëpia më parë se kemi do puna, po më bëhet detyra shtëpia." Të lutem më bën të gjyshi. Ja, të gjyshi të radhëshuja. I ke afër, fëmijët i ke afër? Afër. 2 kilometra. 2 kilometra hem po. Në shtëpi vetë aty po 2 kilometra. Sa keni pas kohë edhe si kanë qenë sfidat e udhëtimit, si gurbeqar, si kryefamiljar, me majt lidhjen me familjen, me majt lidhjen me Adhe, me majt lidhjen me Kosovën. Po për vitin e vetë, domethënë që ika atëherë deri në vitin 97, 98 kur për herë parë ne mora pasaportën në Jugosllavi prap. Apo. Po era në Kosovë. 7 vite të plot. 8 vite. 8 vite. Po, era në Kosovë. Krisi lufta tani e jonja më po bë luftë. Lufta shërimtare e jona. Tani vetëm. Tani vitet 2000 fillon 2001 me lëviz ka pak përmes Shqipërisë, Greqisë. Tani nisi më fëmijë kisha që mas pakti njerë 2 vit me ditë nga janë kurse gjithë kena pruar, gjithë kena ardhur në vite. Flasin shqip mirë? Po, flasin. Flasin mirë, keq kështu po me akcent e di që janë tjetër. Thekë se marrë vesh që janë shqiptare Gjerman, jo thonë. Gjerman jo, për shqiptare të lindër në Gjermani. Për mëgullis, këmë zëmës vajza madhe fletë shumë. Rrës shumë e mirë, shumë mirë, po prap ka atë akcentin apo theksin e gjuhës Gjermane. Profesioni i fëmijëve cili është? I të madhës? Vajza madhe ka të kryme shkollën për... është një farë shkollë aty për bekeraj, më thonë është... Për fur diçka? Për fur? Për fur, po, për fur. Ka kryo dhe... Zejën e bukpjekë. Po, ka kryo me për majster ka po këtë me shkollën, me dhënë mësime për gjana të shqimore këtu. Djali është... Përveç futbolist. Përveç futbolist, ai ka kryo një shkollë punon logistik të një fabrikës të madhe, domethënë ka këtë logistikën e përgjithësisht logjistikës. Kurse vajza vogël është asistente e mjekësisë, operon në një spital të syve. Shumë e rëndësishme kjo pjesë. Po, aja ka vazhdu më tepër. Apo? Po, aja pak më tepër i ka dhënë si shkollës edhe... Apo luajnë futboll ende, apo reparon ende, apo të dyja, apo punë me djalin jeni bashkë? Me djalin, kur të luajnë djali futboll, gjithsesi jam në stadium aty. Gjithsesi? Po, aty vetë. Me këptu t'i ke pjesë, edhe në tash baba një futbollist dhe? Kështu tjera dita, kur të kam mundësi referojame. Referon? Po, klasët të ulta aty në Gjermani janë dorë, se në Gjermani janë 11 liga, të më thonë që të prej ligës të fundit deri në 3. ligë të fillimit. Ajo është kur ti... Lokale, është ligë lokale. Ti gjenë vetën si refer, dhe më thonë me licencë, me atëtet të letrat që... Kemi ansort, kemi referat kryesor, ma që një mellin, apo jam ansor, apo kryesor, atë e caktojnë ata bas klubit. Si organizohet jeta juve shqiptarëve atje, jeta fetare, po edhe kombëtare, pa përfshirë shumë politike që mësë më dihu tema, po si bëhet organizimi shqiptarëve atje? Në vitin 2008 mos gabofsha, si iniciative disa shokëve të mi që i përshëndes, nga Gjilani edhe Kaçaniku, edhe mbartje rajonit, mos të cikë. Mos e him haka, po, gjithë shokë të shamir, po. Edhe në këta kanë që ma tepër, kemi hap një klub islamisht kulturë Ferajnë, dhe më thonë, është një Ferajnë i qendër e si gjami, të në gjami, po më ato kushtet e tona në përëndim që janë. Prej vitet 2008 e mbajmë ato edhe sot gjallë kemi... Me vetë kontribut, me vetë financim? Kemi ofër 100 antarë. Të regull, që paguim për një mbajtjen edhe mbajtjen e
e gjitha të shpenzive që i kemi, festat e Bajramit, pa masi presmi, organizimet për festën e... Shtat me shku 28 nëntor, ka për të organizimet? Për Ramazan, mami hoqë, gjithë kemi marrë prej Kosovës, tash e kina të regull një aty, e përshëndes bilim musën për i Kaçanikut, është hoqë i regull tash, imami gjami e thonë. Jo është për Ramazan, për gjatë kohës? Për gjatë kohës e kina marrë, po kaloj mirë, si shëqni, shkojmë të shtunëv, organizohemi me njën falmi, kurse nga anën tjetër kemi si kuzhinë, si edhe qajmi halët djetët e gëllëqarve. Të pak të një një më taku bile me pa... Prende kush ka mundësi që nuk proname po ofër është gjamis, shkojnë e falin edhe gjumon, po për ndryshe nësë jam pak lartë punës, ja diçka të shtunëv dhe nashtë të regullt. Të regullt? Po. Takimet e gëllëqarve, me thonë atje. Aty që dhe... Ka, tash më stëmë vetëm shqiptarë, se vinë edhe prej shtetër tjera të më muslimanët. Fëmijët është martuar, sa i mbajnë lidhet farefisnore me familjen e babës, me familjen e vetë në Kosovë, sa mujnë me udhëtu, sa janë këmgurt me gjithë të rrugë, kilometra me gjithë të pritë, me gjithë të... Edhe tjetë është mija më tash kur po vinë, po vinë si në damës, se po prapë verës. Me i bo ballë krejt, ha? Me i bo ballë krejt edhe nismi për Kosovë. Me marrë për Kosovë. Me marrë për Kosovë, me sakrificat maja, lodhet maja, shajet maja, të pritë, gjitha atë. Si kës kina marrë? Ama vetë... Për atë vetë. Pa vetë po harrota. A vërtitën vetëm kalon ato, jenë kaluse. Sa përjetohet rënd Ramadanin ndëruar, ose sa përjetohen në rënd etiketimet të ndryshme që fatkeqësisht po bëhen një dhe beqarda, se kur po harrohet ai mundi, ikja shumicës prej zorit, do shta dikush përjet mirë këtë regull që a zgjedhja juaj, po sa po përjetohet rënd këto etiketime që jenë jashtu, jenë i kështu, pa je mërtu ato etiketime edhe derisa pa pik marrë flitët që pse me votuju në Kosovë kur keni jetën e ju keni vendas këtu. Qartë është shumë e vërtet. Kur ndëgjojmë kësi lajme apo kur lexojmë në rrjetet sociale. Që një shqiptar ju thotë, ju shqiptar. Na tikton me këto fjalë fyrse mund me thonë. Po shumë se jo pak. Po. Ndjemi shumë prekun se na kontribuojmë, kemi atë kontributin tonë me qenë se kohën më të madhe e kalojmë atje. Po kemi këtu vëllezër apo rrojt këtu. Është e pa qëndrueshme dhe pa kuptueshme për neve. Nuk mund me kuptu. Psehin, në manë është... Po, për çfarë arsye. Po, dhe plus, kom dëgju nga raste, për çka me votu diaspora. Po, për këtë votërën. Votët është për shtetin Gjermana. Mirë, ki do të me votu pëse më së atje. Po, pëse më votu për shtetin tonë. Për vendin tonë, për vendin tonë. Është pak, po, shumë, po, tash, se që të marrin si... Ndëgjëzën e vetë. Fyrim, si na i bojnë neve, mirë nuk është. Mirë jo? Neve nuk na vjen mirë. Një këshill të vrejë si përbeqarë, shë keshën me thonë këtyre që ju etiketojnë të janë, një këshill shumë isore, shumë me vrejë. Kisha pas qef, ma te për me punu, si që janë klubet, apo ambasadat, apo konzulatet e tona, edhe një përkraj pak ma të marrën, me thonë, që e mërë këtë aspektin e jo, veçarje, fyri, apo fjallë banale. Me odhën fund, që të me përkëtime me odhën fund. Më largu për kësaj edhe jemi kush jemi na, dhe që ta jemi. Shemi të kuj mëre? Po. Shemi të jemi shqiptarë të Kosovë. Në realitet, nëse këthena në pensionë, në do të mjetu në Kosovë, është të mundshme. Këta. Po mëre, ki kur vjemi jenë... E vërtet është. Një pasion të ri interesant, ke edhe motociklizmin, për motor, ka të lindi ideja kështë motorë në pleçnita, në trita, ka qenë trit pak, po jo qaq aktive. Jo qaq aktive. Kemi një shok në 3 vjecit, e përshëndes Qamil Shalën, a i thonë prej, kur ka qenë 14 vjetë, ka pas motorën ravec. A i ka onë gjëmë një video 92-3 të më këta, ma përpora ka mali janë për motor se për kërë. Që ka qenë i vështë pa tjetër, në Gjermani është pa tjetër. Edhe ka bërë motorin. A i një kohë gjatë të më dhenë
E kanë nga motorin në për Gjermani. Ajo ka do me bëgjëra? Po. Se të shami dhe matër motorin, shtukur me të me bëgjëra. Edhe ideja, nëse shokët në gjami, ama me në alien, do po, do jo, do po. Se me përmendi, se me dëshime. Edhe vendasën, po. Edhe kështu para, edhe më, 7-8 vite, 10 vite gati. Po, edhe si një grup, 6 shok, kemi formuat grupin tonë motoristave, edhe kemi bje motora, edhe... E kemi motorët e mirë, shtrajnë me pajit që ato shka dohet krejt nevojshmet. Do me motora që për nivellit lartë, janë nivellit lartë, në mon, dikush ka për firma ndryshme, do kanë GS-a, do në BMW GS-a, janë për kodra dhe për rrugë, GS Land und Straße. Kusë me një shok kemi Harley Davidson, atë janë pak... Veç Harley Davidson. Atë janë pak... Ma loks, ha? Ma loks, po. Me kështu me këtu mora kështu apo? Jo, trafë. Kene për rrugë gjata. Për rrugë gjata, po. Cila është udhëtimi ma i gjatë që keni marrë thjesht për qef, për... Udhëtimi ma i gjatë ka qenë janë në vitin 2022, më zga posha, po, 2022. Mos keni anë Kosovë rasesht? Kështë të tregu. Prej Gjermanisë kemi kalu një 10 shtete. Kemi anë Kosovë, ta në mjekë si prej Kosovës. Me motora për më thëj? Në man, një avë rëktim ka qenë, një avë ta në Kosovë një po përshim, edhe me këti. Një avë rëktim në kujtimin e pushume me shiju, jo rruga po? Jo, tonala ty. Kemi kalu Gjermaninë, në Austri kemi pas një përshim, kemi kalu Austri në Itali, kemi pas arbet Italijës një përshim, kemi kalu Italijen Sloveni kemi pas një përshim, kemi kalu Italijen, dy venda, ndaj Sloveni, Kroacinë dy venda kemi pas përshim. Po në janë je kemi pas një fjeqe, një kemi pas ploqe aty të nëret falumi nëret fa. Ta në kemi pas një përshim Shkodër, për aty të në Kosovë. Sfida ka qenë arkitema, ka qenë... Qa me thonë kësaj? Një, ty së përshkruat këtu. Ta në kemi pas edhe... Për biciklis, di që s'ka dhe, për biciklis po. Ja, më është një ndjenjë tjetër, është adrenalina motorit për... Vesh dy vetat? Jo. Vesh dy vet kino su për Gjermani? A 3? 3. Tu për pik qefit? Vesh me dalë me tu për... Ta në kemi marrë rrugë për Çekoslovaki, Çeki kemi qenë, Shqiptar, Austri kemi qenë. Kur jemi të këllëtimi, sa dalën të thtuarit sigurt, qetë, kur Ramadani merë qoftë me makinë, qoftë me motor, deri ku ndjetë e sigurt pas anis më tutë që mund me ndonë më shka se dalën kjo pjesa Balkan e Evropë dalën si ka gjallë. Si motorist, a kish dikush që s'bëshin malë qipë si kongesionit, pjesën e Malizzi, se me qenë se në motor e kom këtë gravume kom Shqiponja në të mbrapa, po kur duke pianijës, kom pas një makinë mbrapa, më ke shumë mbrapa, por me gjaftofsi e lash me te kalu. Tash më në lepë se kom pas Shqiponja e gravume mbrapa në branik, po pas më qiko, ka mund më ndroja tjeta, po nuk e dita, si më në parazivu, vëzë makina ka qenë në distin Beogradit. Jo, sigur, i pas ka dhim të e pjesë. Ma ja. Se dera aty jo, dera aty kemi pas shemë pjesën Italijës, Slovenijës, Kroacijës. Nuk kemi pritas në bërë në për dërgona, në rapën për parësi, kalojmë kolonën, afrome aty, se dhe pjesha që është zhegë, kaskave, aty. So është rëzikshme, për jetën, so është rëzikshme një të me motor? Vare kërë... A e një përsa mërë shpicëris? Jo, shumë i. Bërë një përqef, në mund shpitësia ma morë zhvillot 120, 130 apo 120 në te i kalem. Edhe prap vimin atë shpitësia 120 edhe bërë një atë knasin. Në mane kene për qëllë më shiju, jo në Bubrovakia që më një shru me jetë. Kemi funkat në për kapela, aty, që i ndëgjohme në Mazveti, po e në të headsetat e Gjermanijës që thirën, po radiolidit, po tesh i pari apo në me thot, kemi nevoj për përshimë, kemi nevoj diqka, nalmi, po shohim, kontaktojmë, pim diqka, vazhdojmë bërë. Kjo vetë kontrol, kjo vetë disciplin është se jeni të më shumë, apo se e keni motociklinë vetëm me shiju, vetëm më... Oshtë e aja, oshtë e aja, oshtë në gjithë, ta shemi këtë njës familjar, në nële pak ma gatë, pak ma largë. Një pambesa, kur fillojmë, i pari apo aji, si kryetër apo spisit, i me përgjësit, edhe na i rëgëdhëm masën e komunikacionin, edhe mi bëmi
ati që hep ato. Po rrezik sa dush, ë? Po, rrezik është edhe në makinë, nuk është thonë që vetëm motori. Fakti është motori më shumë kujtesë, dush më po më kujdesshëm për te kalim, apo për disa gjëra dush më konë ma i kfjelt. A janë të kushtueshme pajisjet, teshat, për shembull, që mbrojnë shëndetin edhe jetën, helmeta, kapuçi. Helmeta është patjetër, kurse këto tjerat sipas qefit tonë. Sipas qefit tonë, po qefi kushton pastaj me shëndet. Është e vërtet. Shembull, me pas pajisjet e mira, edhe mbron nga fryma, edhe mbron nga rreziqe tjera, është më mirë, po tash është pak zhek, shkojmë të i hek pak do se në të ullë tu, po edhe në më në kratë më qenë edhe në kratë shkurt. Në më shëndetësisht, nuk mund të qatë shumë, do shta? Jo. është veç beli më qenë me pas shokën, me pas shokën e frymës, që mos me kalu fryma në bobrek, po në pjesën e mrap me trupit që me pas probleme me urinën apo. Ti kthehemi pjesës sportive edhe pak. Djali do të vazhdoj pjesën e tij sportive, do të vazhdosh edhe ti. Ku jemi te kjo sporti babë bir? Cilat janë synimet e ti për sport, cilat janë synimet e tua? Po tash na kena mbrinë më të kulmi, domthon më tepër asnjëri nuk. Jo, se djali ka 28 vjet, domthon tash ka një vajzë, edhe ai ka mri atë po babi tash më tepër ka familja, te aty ka kështu në mrit në atë po karrierën e tij në futbollit, tash është lut për çef. Shumë. Po, më tepër për kushton familjes, punës. Domethënë vazhdojmë. Mas 2-3 vite më ka dhënë fjalën që do ta kryjmë këtë shkollën e trajnerëve. Edhe. Po, trajner, jo refer. Trajner, po. Domthon ka talentet e reja. Po, unë kam mundësia mandat në shkollë, më arrit pak. Ka qenë sfiduese për të si shqiptar, është pas si shqiptar, lindër në Gjermani, po është pas si shqiptar atje pak me një ndryshe, ka qenë sfiduese rrugtimi, vështirë rrugtimi i tij drejt suksesit. Pak, po ka pas përkrahjen temë, ka pas edhe përkrahjen e gjermanëve shokët mi që kombinojnë me ta futbollin që kemi qenë aty, domthon edhe aty pak ndikon përkrahja e prindit apo mos më pas përkrahjen pak aty. Po, gjithmonë ka pak. Kurse kur ki përkrahjen e një prindit apo edhe një shokë një pjesë tyre, on shikojnë në një sy tjetër. A guxon me refuzu dikush vendimin e një referi? Në kuptimin ne po diskutojmë shumë këtë pjesë sepse jemi të prekur. Në kuptimin thonë, ja na shqiptar në kuptimin të bëj mallën e ty. Gjermania fjalë kur referon, apo pipi është lima s'ka, po ka rast të tillë. Është sport që për mënan gjohë nxehen aty për aty, apo një faul, apo një penalti, apo një offside, afron edhe të hundë, afron shumë afër. Po është i problemi normal nëse tregojnë katërën e kuq apo të verën, domthon unë nuk tërheqna më. Baza kombëtare kush gëzon me të fillim, Jo, nëse ka që shojnë. A ke pas mas të tilla? Edhe të shkuat, është kapela kur po. Nëse shohin baza etnike, domthon si i huaj, ka 13 niveles e dënojnë. 13 ka drejtë. Lojtarë apo edhe klubi? Jo, lojtarë. Kurse klubi merr një job me parë, po si pagun klubi, ato i pagun vetë atin, ja qesim. Po se ai... Qëra herë, me të gërë, klubi në atë moment distancohet për fyre raciste. Okej. Po atë klubi... Me gjepet e me klubi si tjenë fyre raciste. A fyre kësu tjera... Aty mund në klubi në moni një bardë vogël. A fyre raciste, nëse shash fyre raciste, në moni klubi distancohet edhe mund me përjashtu, edhe ka për detyrë me përjashtu, po ose basi t'i qojnë të dronat e tonë asha ka shoha, edhe dhe në gjyq sportiv. Po, gjyqi sportiv vendos, unë nuk vendos. Është gjykata sportive aty, edhe vendos sa loja me dënu, sa dënimin e merë. Bas fyres, bas faullit, bas... Kur ishe lojë balkanike me thaks të një shqiptarëve,
në Kosovë, Shqipëni, Maqedoni, ligat e shqiptarëve, qoftë ato në Malzi apo në Lugin, që si përjeton këtë padrejtësi që i bëjnë kolegë këtu, me ose pa vetdije, me ose pa qëllim. Si ndërmendje kjo pjesë ti? Por ashtu që thuaj që s'ka pas nevojë, s'ka pas nevojë, po janë ato vendime gjyqtarëve që kanë edhe listoj s'u akcepton, po tash janë me gabuar ose rafal? Mundi me gabuar. Po kur bavon pa dashje besoj që është më pak edhe shumë më pak. Është disa mas lojë se din thonë na kërkojnë edhe falë, vinë në kabinë, na kërkojnë falë, thonë falë, vinë se u kon po. Se edhe gaboni, është aja pjesë që është më shumë. Po tash për tash kanë shumë teknologjia, shumë e fortë për incizojnë, po kemi mos jemi po gabimet e tona, po gabimet e lojtarëve. Ma herët frosmi para 10 vite, 15 vite, shinkon ato mundësi. Po. Ka me të ashtu? Po, kurse tash një person i thjesht me një kamerë vendos aty dhe të në gjizon, në fund thot shok gjykatës apo shok refera, po si ta marrë, këtu thot që ki gabuar, dhe në ke bërë këtë gabimin. Po ai marrë ta kaluar a pjesë, po domethënë është mos më përsërit. Po, është një vaj e mirë për mirë që domethënë mëson. Po, për gabimit. Kurse nëse lojtarët gabojnë, tash vinë aty në kabinë edhe na kërkojnë falje. Me falje kërkimit lojtarit, domethënë edhe gjykatësit kur t'ia shkruajnë në aty atletën në procedurën. Domethënë shumë. Lecim është pak. Lecim është. Domethënë se ata mendojnë kategori mendojnë, ja hekin një lojë, zbritin 3 lojë apo 2 lojë. Se domethënë në atë moment ka qenë në afekt. Kurse më vonë do të ka kërku falje se pyesin si sjell lojtarin mbas përjashtimit të lojës. A u kon arrogant? Po, a ka shohë kur ka dalë për jashtë, a ka në kabinë me kërku falje. Ato do të më notu në këtë, edhe mi quj për mes postës, tash postës elektronike, mose për para vërdes me post me shkres, me shkres. Tash në kanë mundësu, kemi laptopin, aty për aty nëmi mush, ato dhonat edhe. Bisedat të mira, Gurbeqari nderuar shkojnë shpejt. Edhe pak të jemi në punë të emisionit, porosia jote edhe planët tua për jetën, por porosia jote për Gurbeqarin dhe për ne vendasit. Një porosi të përgjithshme. Po planët tua për jetën, planet e mia do të vijë prapë në Gjermani, po deri te pensionimi nëse ndon zot. Sa dal pension në Gjermani njëri? Tash na kanë hyrë 67 vjet, po unë kam si plan 67. Po, unë kam si plan me 63 vetëm me përfundu karrierën. Okej. Në punë. Mi avon do ku jetës tonë pak me jetu me shiu pak. Ka mundësi. Kemi do kushte kemi mërri atje çao elementare që na kanë dashur. Që po një jetë më shkoj. I kemi ikë në pensioner në Gjermani. Po. Tana tu Kosovë. Tana shumë bash. Shumë. Porosia këshilla tua për bashkëvendasit tanë Gurbet, po edhe për neve këtu. Po, porosia më e madhe është që se harpovimi edhe po largohemi, povimi me qef, po largohemi pak me mall, pritja juve është zakonisht shumë e mirë. Po, nga le për shtypje mall, prap vendlidhja këta, përveç se çdo vakti kur po është i Ka vëllë ja, votimeve këtu që atëroam. Nëse këto pak, mos e marrë fort më se për emocionet kena vëna. Se kështu është. Jemi në rregull, po, mos sidomos ju leju tash edhe lecimi juaj mall me na vizitë. Po, ajo është edhe ala më mirë. Edhe kështu po se je dërbëdal mos e hanë thjesht atë në dimë mos afër. Vesh për të kallëzoj që për të prandoj. Kështu që mes thyrë të Okej. Do të kofini më sa. Do të kofini. Faleminderit, na keni më fal dunofsh. Vetëm edhe kur thirrëm mos apo kur bëhet mos apo na bën çokoladë se kështu kemi traditë ne. Më na ndërum me çokoladë. Jo që s'kemi këtë bosh, më na ndërum me çokoladë. Po. Kështu që për ta ta kesh. Do të gabimi më mirë për puna e çokoladës. Faleminderit shumë për kohën edhe për disponibilitet e konversacionit. Faleminderit për ftesën që na keni bërë. Mirë ndëgjofmi në radhën tjetër. I nderuam që të kishim musafir. Faleminderit shumë, kaq është për sonte. Ne do t'i kemi në studio edhe mërkimtarët tanë, do të kemi edhe musafir, jo musafir në kotimi, po musafir në studio, edhe Gurbeqare, patëm edhe një futbollist me herë Gurbeqare, patëm edhe
këto sonde ngërbeqare, do të kemi prapë vende dhe hapësirë për diasporën, kurdo që ju e keni mundësi me na ardhur neve në studio. Edhe sonte, si në më të jeni pak pa plan se ka ardhur për qëllime tjera, por edhe për kohën kur keni pushimet, verës apo dimit, ne jemi 24 orë me ju, 7 ditë javës, kurdo që jeni të arsyeshme të mundshme me na ardhur neve në studio si mosafir, ne ju mirëpresim dhe ju nderojmë me një emision fundjavë me profën. Qëndroni me ne kthehemi vetëm sot në javë. Deri atëherë, selam aleikum, natën e mirë dhe mirë mbetësh.